dy satelitet, tha që tani me investimin e qeverisë shqiptare për dërgimin në hapësirë të dy sateliteve, qeveria shqiptare, ushtria shqiptare, policia i ka renditur të gjithë organet ligjzbatuese, do të diktoj dhe do të zbuloj çdo rrënjë të bimbe narkotike që kultivohet në territorin e Shqipërisë, çdo ngjarje kriminale që ndodh në territorin e Shqipërisë. Ndërkohë që sipas informacioneve, këto të konfirmuara edhe në rrugë shtetërore, në mënyrë kategorike dy satelitet nuk kanë dërguar asnjë mesazh dhe shqiptarëve nuk ju është bërë e ditur absolutisht asnjë mesazh që këto dy satelit kanë dhënë në raport me Shqipërinë, qoftë për zjarret ose hartën e zjarreve në Shqipëri, qoftë për parandalimin, qoftë për vërshimin e lumeve të prejve, qoftë për mbytjet, qoftë për nivelin e rreshjeve, intensitetin e rreshjeve, qoftë për kriminalitetin dhe qoftë për hartën e kultivimeve narkotike. Çka do të thotë që ose kryeministri duhet pranojë që është një investim i dështuar, dhe normalisht nesër do të jetë investimi i dështuar edhe vendosja e kamerave, sepse grupet kriminale janë 2 hapa deri në 3 hapa përpara qeverisë, pasi në rrugicat e krerëve të grupeve kriminale dhe të antarëve të grupeve kriminale ka kamera, sisteme kamerash me rezolucion shumë të lartë, që kontrollojnë në qendrat e monitorimit ku i kanë të instaluara çdo lëvizje të strukturave të policisë shtetit dhe të organeve ligjzbatuese, jo vetëm në rrugicën e tyre, por në gjithë lagjin. Kështu që kryeministri, kur t'i vendos kryeministri, ata të botës krimit kanë vendosur kamera të niveleve më të larta të rezolucionit. Për të mbetur tek ngjarja konkrete, ka informacione se ka ekzistuar një informator me syze, siç përshkruhet, që ka ndjekur shënjestrën dhe shoqëruesin e tij. Çfarë do të prodhonte arrestimi i një personi të tillë nëse ka ekzistuar për zbardhjen e këtij atentati dhe si i përdorin bandat informator të tillë? Unë mendoj që kjo ngjarje do të zbardhet, sepse për hir të vërtetës janë bllokuar DVR-t e një numrit konsideruar shumë lokalesh, dhe që ka patur filmime të qarta të aktit të atentatit. Dhe kam mendimin që qoftë me formimin e identiteteve të personave që kanë marrë pjesë në rrethrotullimin e Nën Tereza, aty tek Rinasit, mendoj që hetuesit dhe ekspertët do të bijnë në gjurmët e personave që kanë bërë këtë atentat. Kjo është ngjarje që pavarësisht se janë munduar të eliminojnë dhe të fshihin ose të zhdukin gjurmët që kanë të bëjnë me gjurmët e shenjave të gishtave në armë apo në makinën që është përdorur për të hapur zjarr, ata kanë lënë gjurmë të tjera që indirekt do të çojnë tek autorët e veprës penale. Arrestimi, shoqërimi i ndonjë personi që ka shoqëruar apo ka diktuar apo ka treguar apo ju ka bërë me shenjë apo me telefon që ju ka treguar se ku e tek është objektivi, unë mendoj që për momentin nuk ka ndonjë risi për të zbardhur ngjarjen kriminale. Vetëm duhet kemi parasysh një diçka. Vendi ku është ngritur prita për të ekzekutuar objektin që ato kishin, objektivin që kishin për të realizuar, është vendi më i përshtatshëm edhe në pikpamje të pasigurisë për ato arsyet që tashun, por është edhe në pikpamje të rrugëve për t'u larguar grupi kriminal, ekzekutorët, për t'u larguar drejtim zonave më të sigurta, si që në zona e Niklës apo e Fushkrujës. Sepse nëse do futishin në rrugën që të qonë për në qafkashar, apo që të qonë për në autostrat, pra nëse objektivi i tyre do kishte preha e tyre, do të ishte futur në autostrat, do e kishin, ndoshta mund të ishte më e lehtë për ta realizuar ekzekutimin e objektivit, por rrugkalimi për t'u larguar do ishte më i vështirë.
sepse mund të koincidojë që të shkosh në një kryqëzim që është e bllokuar rruga, para largimi me makinë do ishte më e vështirë. Kurse rrethrotullimi në aeroportin e Rinasit të krijon mundësinë për të larguar minimalisht në 5 drejtime. 3 prej cilave janë rrugkalimet që të çojnë një për në Kamës, një të nxjerr për në Larushk, në 2 tjerë të nxjerrin, njëra të nxjerr në Fushkruj dhe tjetra tek ura e Limuthit. Pra në këtë pikpamje vendi është zgjedhur i përshtatshëm për të ekzekutuar prehen dhe për të larguar pa u shqetësuar nga organet e policisë. Por problemi qëndron që pse pikërisht ato zgjodhen ata, janë 2 arsye. Spari viktimat nuk janë ruajtur dhe nuk kanë menduar që një atentat mund të ngrihet pikërisht në një vend ku ka shumë njerëz, qarkullimi njerëzish që ikin fluturojnë drejt të vendeve të ndryshme apo vinë drejt Shqipërisë. Vendi është jo më larg se 50, maksimumi 100 metra larg stacionit policisë Rendit dhe të atij të policisë kufitare, çka do të thotë që është shumë afër, është kaq afër sa s'ka. Dhe duke patur parasysh pra kundërshtarët e tyre e Gilman Danit e kanë studiuar gatishmërinë e forcave të policisë, strukturave të policisë në Rinas më mirë se e prorët e policisë kufitare dhe të policisë Rendit në Shqipëri. E kanë studiuar mirë kur dalin, si ka mundësi që vetëm në aeroportin e Rinasit nuk ka forca shqiponja, grupe të gatshme për të reaguar në një situatë. S'ka fare. Pra në Tiranë ke grupe shqiponja të mërzisin çdo ditë me motorra, me makina, i ke çdo ditë bëjnë terror në grup moshat e reja, pikërisht atje ku ndodhin ngjarje kriminale, çuditërisht një komisariat policie nuk ka grup të gatshëm. S'ka forca shqiponja në mënyrë kategorike. Që të reagoshin me njëherë, sepse aeroporti i Rinasit minimalisht duhet i ketë të paktën në çdo turrën 5 patrulla shqiponja. Po 3 do t'i kishte. Që du t'jenë mbi motor ose mbi makinë, du t'jenë pozicionuar tek porta hyrëse numër 2. Në mos thjesht ke njëshin se ke njëshin janë patrullat e Rendit. Po forcat shqiponja du t'jenë të paktën tek hyrja numër 2 e aeroportit të Rinasit, ke hyrja numër 3 dhe tek sheshi Nën Tereza. Nëse do ketë një plan dislokimi para prak të forcave të policisë. Ndaj dhe thash që kur aeroporti i Rinasit ka kaluar në menaxhim privat, kur e kishte Kines apo kush e kishin përpara. Po pse, më fal që të ndërpres, po nëse do të ishin këto patrulla që ti the, do të mund të ndërhynin? Ndoshta nuk do mundeshin të ndërhynin? Ndoshta në ato kushte? Po të ketë policë të mirë përgatitur ndërhyjnë ato për të goditur Se është diskutuar kjo pjesë dhe është thënë që nuk mund të ndërhynin. Ka patur, ne kemi patur ngjarje në Shqipëri që polici ka qelluar ndaj atentatorëve. I ka plagosur. Minimalisht e ka gjurmuar makinën. Minimalisht ka gjurmuar makinën. Dhe ja do të themi rastin e grabitjes parave. Policia e gjurmoi ato grabitjet e parave. Dhe në momentin që policia po afrohej tek ura mbi lumin e Tërkuzit, që quhet ai lumi, kundërshtarët, ato pjesa nga frika se mos e kapshin Admir Muratajn, e qelluan vetë dhe azësuan. Pra çka do thotë që në fund të fundit, policia arriti të qoftë kapi një viktim të atyre, e vrau policia apo e vra në ata vetë, do më pak rëndësi, ama ra në gjurmët se kush grup e kishte bërë grabitjen. Po dhe sot aktualisht janë të dënuar gjithë grupi grabitësve të fundit në aeroportin e Rinasit. Çka do thotë që ekzistenca e këtij grupi të gatshëm apo patrullave shqiponja në aeroportin e Rinasit, minimalisht do të gjurmonte atentatorët në drejtimin nga do të merrnin. Dhe nuk do të mundinin të paktën ta digjnin makinën, sepse nga frika për t'ikur, ata nuk do të kenë kohë për të zbritur, për t'i vënë flakën makinës, pastaj për t'i një makinë tjetër dhe për t'u larguar. Me shumë se jemi këtu në funksion të zbardhjes skenarëve të mundshëm. Gilmand Dani, shënjestra e këtij atentati. Gilmand Dani, shënjestra e këtij atentati.
ishte i dënuar, fillimisht njihej si krau i djathtë i Emiliano Shullazit, i dënuar me 12 vite burg për gjobvënie, i liruar në tetor të vitit 2024. Cilët janë skenarët që po hetohen për këtë atentat dhe çfarë do të thotë ky atentat, kjo ngjarje e fundit, për luftën mes grupeve kriminale Tiranë-Durrës? Ajo mund të jetë edhe brenda Tiranës, mund të jetë edhe Tiranë-Durrës. Unë e thash në një formë tjetër, thash kryeministri i Shqipërisë ka përdorur një slogan, po e them sloganon, pa i ka përdorur një shprehje, kokën hangqen. Çka do të thotë që qeveria shqiptare me sa duket nuk ka një plan për goditjen e këtyre grupeve kriminale. Me sa duket, po qëndron në distancë në mënyrë që këto t'i lajnë hesapet njëri me tjetrin.